31 marsi është afati i fundit për dorëzimin e deklaratës vjetore të ardhurave personale DIVA 2024, por duke qenë se ëna është ditë pushimi zyrtar, deklarimet e fundit mund të bëhen deri më 1 prill. Për shkak të fluksit të madh të kërkesave të individëve që duan të aplikojnë për të plotësuar DIVA 2024, një ditë përpara mbylljes së afatit të deklarimit, serveri i tatimeve ka rënë. Nëse tenton të futesh në një filling për të plotësuar deklaratën e të ardhurave personale, faqja nuk hapet dhe del shënimi error. Detyrimin për plotësimin dhe dorëzimin e deklaratës e kanë të gjithë ata individ që gjatë vitit 2024 kanë pak bruto vjetore mbi 1.2 milion lek, janë të dy punësuar dhe realizojnë të ardhura nga burime të tjera mbi 50.000 lek në vit, për të cilat nuk është mbajtur tatimi në burim. Nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve parashikoi që numri i deklaruesve të DIVA 2024 të jetë mbi 144.000 individ, duke pasur parasysh që me hyrjen në fuqi të ligjit, me uljen e kufirit nga 2 milion në 1.2 milion, numri i deklaruesve pritet të jetë shumë më i lartë se vitet e mëparshme. Sipas tatimeve, numri i deklaruesve të rinj llogaritet të shtohet në mbi 70.000 individ.